ka çështje që vetëm pushteti ka drejt me I vendos me dorë. Si për shembull, në kohën që jetojna, nëse dikush vjedh, a lejohet që ta shlena me zbatu ligjin ndaj vjedhësit, asë se ke këta kanë pushtetarë, pra nuk është çështje që mënet me u kry prej prindit apo prej të parit familjes apo të fshatit, jo, kjo çështje komplet e shtetit. Njëjta gjë vlen për imoralitetin, njëjta gjë vlen për gjithë ato që ka hudude, ka ndëshkime që para shariati jonë. Ndaj nuk bën kjo që vendosën dorën e njerëzve. Për këtë shkak fillova prej këtu. Pastaj kjo është në familje, prindi është I obliguar për fëmijët e vet, për familjen e vet, që ta largoj të keqen nëse ka nevojë edhe me dorë. Nuk do të jetë po opsioni parë, por nëse nuk ka alternativë tjetër që përmirësohet gjendja, atëherë e ka për obligim edhe me dorë me ndërhy. O vlen për mësuesin në shkollë, nëse fëmijët nuk kuptojnë ndryshe, dhe kjo është opsioni I fundit, po është opsion dhe do të jetë, dhe jo sot qysh po proklamohet se nuk ka drejtë kështu më radhë. Kjo nuk I takon të ndërhym në këto detaje, mësimdhënësve, e ka për obligim që të ta ndaloj të keqen me dorë. Edhe me dorë, po. Po ashtu vlen për ato I cili është për shembull përgjes për një objekt caktuar si xhami apo shkollë apo çka të qoftë, diçka që është në përgjegjësinë e tina, dhe ka raste të caktuara që ka ndonjë rebelim që nuk kupton nëpërmjet Kuranit dhe Sunetit, atëherë opsioni I fundit mbet me ndryshu dhe me dorë. Uthmani radiallahu anhu thoshte, disa njerëz nuk I ndryshon Kurani, dhe çka nuk e ndryshon Kurani, e ndryshon sultani, pra ndryshon pushteti. Nëse ai nuk kupton me ajet, hadith, me këshill, me fjalë të mirë, dhe merr për shembull vendim që ta dëmtoj një shkollë caktuar, ta djeg, atëherë detyrohet drejtori t'i thras njerëz kompetent që ta ndalojnë edhe me dorë këtë çështje dhe të mos lejojnë të shkojë dëm një objekt I cili nxjerrën prej tij gjenerata të ndritura. Andaj, varësisht prej vendit kohës, ne marrëm edhe vendimin për këtë çështje. E dytë është me gjuhën e tij. Nëse s'ka mundësi, nuk është përgjegjës, nuk është prind, nuk është, atëherë me gjuhën e tij. E ka për obligim sa me fol shumë. Nëse e din se fjala e tij ka dobi me shumë së dëm, se ka raste kur nëse flet I thranë mirë ose ndonë nga e keqja, mund të jetë dëmi më I madh se dobia. Në këto raste nuk lejohet të flasim.